Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi bëri të ditur një ditë më parë se është shpallur fituesi i garës për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Balltren. Kompania që mori më shumë pikë në vlerësimin e komisionit rezultoi Salillari, me të cilën tashmë pritet të lidhet kontrata. Ky aksi shumë pritur pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian do të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin e automjeteve në të gjithë veriun e vendit, tha ministri Karakaçi. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë, dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zona. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpalljen e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rruge të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rruge shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë, ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro, e dedikuar për veriun e Shqipërisë dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Por cilat janë detajet dhe vlera këtij projekti të shumëpritur për veriun shqiptar? 364 milion euro pa TVSH për një kohëzgjatje kontrate prej 35 vitesh është vlera e koncesionit. Gjurma e propozuar e rrugës Milot-Balltren fillon në nyjen e Milotit, ku do të lidhet me segmentet e tjera rrugore, Milot-Thuman-Kashar-Lekaj dhe me rrugën e Kombit, dhe do të përfundojë në rrugën ekzistuese Tiranë-Shkodër në fshatin Balltre. Në dokumentin e Ministrisë kur u shpall tenderi, sqarohet se segmenti ekzistues i rrugës që shërben për drejtimin nga Miloti në Balltre dhe zonat përreth është një rrugë me 2 drejtime, me një gjatësi më të madhe nga propozimi i ri. Parametrat teknik të lëvizjes janë të një niveli shumë të ulët. Ndërkohë autostrada e re që do të shtrihet nga Miloti në Balltre si vazhdimi i autostradës Kashar-Thuman do të përmirësojë ndjeshëm dhe do të kalojë nga kategoria C në autostradë të kategorisë A. Aksi Milot-Balltre parashikohet të jetë i gjatë 17 km. Ai do të ketë një karre gjatë 2 fishe me nga 2 korsi, me një ndarëse korsish dhe korsi të emergjencës, bankin, tunel me 2 tuba, vepra arti të mëdha me lumin madh dhe lumindrin, vepra arti të vogla, rrugë paralele të kategorisë F2, nyje dhe disnivel bashkë me rrugët lidhëse, rrugë alternative pa pagesë të kategorisë S në një distancë jo më pak se 1 kilometër nga aksi kryesor, si dhe operimin e mirëmbajtjes dhe infrastrukturës së operimit, që përfshin kabinat, sistemin e portave të automatizuara për lejimin e hyrje-daljeve, sensor të trafikut dhe elementë të tjerë matës, sistemin elektronik për mbledhjen e tarifës dhe monitorimit të trafikut, si dhe servat e nevojshëm për mbajtjen dhe përpunimin e të dhënave të trafikut dhe të arkëtimeve. Me përfundimin edhe të kësaj kontrate, autostrada që do të lidh veriun e vendit me kryeqytetin shqiptar do të mbes vetëm pak kilometrat pa përfunduara nga Balltreni në drejtim të Shkodrës dhe Muriçanit. Me përfundimin e këtij aksi, çdo qytetar tashmë do të paguajë një tarifë të 2 fisht, nga Balltreni në Milot dhe më pas vimin e autostradës që një tjetër koncesion e ka, atë Kashar-Thuman.